Në puntatën e parë të sezonit të ri të emisionit Goca dhe Gra në Top Channel, i ftuar ishte Josefin Marku, ish-banori Big Brother VIP Albania. Ajo që e bëri intervistën edhe më interesante ishte prania në panel e moderatores Loredana Brati, me të cilën Jozi krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pas përfundimit të spektaklit, marrëdhënia e tyre ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut, por asnjëri prej tyre nuk kishte dhënë një deklaratë të qartë nëse janë ende bashkë apo jo. I pyetur për këtë çështje gjatë emisionit, Jozi zgjodhi të jetë i rezervuar duke shmangur një përgjigje të prerë. Megjithatë, ai la të kuptohej se raporti mes tij dhe Loredanës vazhdon. Nuk mund ta themi se jemi bashkë apo jo. Kemi momentet tona të bukura. Do ja lëm kohës, u shpreh ai ndër të tjera. Nga ana tjetër, u vu re se Lori e kishte unazën ndërsa Jozi jo. Por i pyetur për këtë gjë, Jozi tha, nuk na mban bashku unaza, por dashuria.